nata, drita s'behen nga dalja, o zemën dizet një valja, sërit vjen si dritën e rësirë, Radio Vlera na mban të mirën. Edhe kur është bie mbi qytet, ti je aty nuk na vetëm, çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Radio Vlera. Në valët e tua, gjemën një botë tjetër, agin nga shizëri që na flet. Emisioni i mbrëmjes. Zemën na e mbledh. Nga çdo qytet, nga çdo shtëpi, të gjithë dëgjojmë me dashuri, histori të rëjehen si një melodi. Na lidhen bashkë në harmoni, fjalët të ngrohta, buzë që shqep pa fund, na bëjnë më afër se kurrë. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi Në pultin e transmetimit Agim Goshi. Agim Gashi, sëri që na flet, Radio Vlera, zemër nga e mbledh. Çdo mbrëmje me ty, dita nuk shuhet. Në Radio Vlera, zemra dëgjohet. Kur vjen nata, drita s'behen nga dalë, në zemër nizet një valë, sërit vjen si dritën në rësirë. Radio Vlera na mban të mirë, edhe kur heqja bie mbi qytet, ti je aty nuk na lë vetëm, çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valët e tua, Emisioni realizohet në studion qendror Radio Vlera në Salin të Francës. Radio Vlera, zemrën na e mbledh. Nga çdo qytet, nga çdo shtëpi, të gjithë dëgjojmë me dashuri, histori të rëjehen si një melodi. Na lidhen bashkë në harmoni, fjalët të ngrohta, buzë që shqep pa fund, na bëjnë më afër se kurrë. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valët e tua, gjemën gjë botë të tjetër, Agim Gashi, sëri që na flet, Radio Vlera, zemër na e mbledh. Çdo mbrëmje me ty, drita nuk shuhet. Në Radio Vlera, zemra dëgjohet. Zemra dëgjohet. Dans la vie, vous jouez des tours. Mirë mbrëma të ndërruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera. Mirë se erdhët në emisionin e rregullt të mbrëmjes, ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, më shpresoj që keni kaluar një ditë bukur dhe uroj të kalojmë bukur edhe këto 2 orë sa do jem bashkërisht në radion tuaj, në Radio Vlera. Shpresoj pra edhe një herë që të keni kaluar një ditë bukur. Uroj të jeni mirë kudo që jeni, uroj të jeni mirë me disponim, të jeni mirë me shëndetin, me familjet tuaja, dhe shpresoj uroj të kalojmë bukur duke bashkëbiseduar për plot 2 orë të temën që do ta shpalosim pas pak. Tamam si në një familje këtu ku vlerat kanë vlerë dhe vlerat marrin vlerën e merituar. Asku si asku tjetër, vetëm në Radio Vlera. Fillimisht do shkojmë me këngën më të re. Para gjatë kësaj jave do ta kemi në çdo herë në fillim këtë këngë të këngëtares se madhe, këngëtares se Vlerav, Bardha Brahimaj,
do të hapim edhe sonte këtë emision me këngën e saj, një këngë vërtet shumë e bukur, për çka përgëzojmë këngëtarën dhe i urojmë shumë suksese. Kërkoj falje, e bëra një gabim, e bëra një lapsus, do ta sjellim këngën shumë shpejt, që ishte duke shkuar nga Bardha Brahimaj. Ndoshëm këtë këngë të bukur, edhe njëherë përgëzojmë këngëtaren e vlerave, Bardha Brahimaj, dhe i urojmë suksese gjithmonë.
Është koha ta shpalosim temën, të nderuar dëgjues, dhe sot të vërtetë besoj që kjo temë do t'ju nxit dhe është një temë e ndjeshme dhe prek disa shtresa. Shumë emocionale, morale, familjare dhe kulturore në gjitha aspektet. Tema është kjo: a kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindërit të martohen përsëri pasi u vdes partneri? Pra, një temë shumë delikate, por gjithsesi e prezente. Pra, edhe njëherë po e përsëris, a kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindërit e tyre të martohen përsëri pasi u vdes partneri? Unë do të shkëlqej disa segmente asaj për këtë temës, mirë që paka shumë të orientoj dhe të njoftoj për çka është fjala. Pas humbjes së partnerit, një njeri ka të drejtë kërkoj shoqëri, dashuri apo stabilitet emocional. Fëmijët nuk mund të jetojnë jetën në vend të prindit. Shpesh kundërshtimet vijnë nga dhëmbja, ndjenja të tradhtisë ndaj prindit të ndjerë, friga për pasurinë apo ndryshimi i marrëdhënieve familjare. Nëse fëmijët shohin manipulim, mashtrim financiar, presion apo abuzim ndaj prindit të mbetur vetëm, atëherë shqetësimi i tyre mund të jetë i justifikueshëm. Ka dallim nëse dhënies se mendimit rreth dhënies së mendimit dhe ndalimit të jetës së dikujt tjetër deri ku shkon kujdesi dhe ku fillon kontrolli. Në shumë familje shqiptare ekziston paragjykimi se një prind në moshë të madhe nuk duhet të martohet me sidomos gratë e veja. Kjo mund të hapë debat dhe besoj që do të bashkëbisedojmë edhe rreth kësaj çështje, rreth temës pra që e kam përzgjedhur për sonte, një temë si thash shumë delikate, shumë prezente, shumë aktuale. Megjithatë, shpresoj që kemi çka të flasim, të japni mendimet tuaja ashtu siç dëshironi ju, ashtu siç e ndjeni ju, pa kurfar kompleksi dhe pa kurfar paragjykimi. Edhe njëherë po e përsëris temën: a kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindin të martohet përsëri pasi u vdes partneri? Derisa të kemi ndonjë telefonat, unë do të shkoj me një këngë, por paraprakisht i përshëndes dëgjuesit që na ndjekin në platformën e Radio Shqiptare në Shkabaj. Një përshëndetje gjithashtu shkon edhe tek dëgjuesit që na ndjekin në faqen zyrtare në Google, faqen e radios www.radiovlera.com, dhe ju të tjerë që na ndjekni në live stream, gjithëve ju përshëndes. Tek ju, ku jeni kur është fjala tek ta në live stream, i kisha lutur ta bëjnë shpërndarjen e emisionit në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë dëgjues dhe të bashkëbisedojmë, sepse mendimet e shumta nxjerrin edhe konkluzionin më të mirë. Besoj që do të kemi mendime të ndryshme dhe ju pres me kënaqësi të bëni pjesë e emisionit tuaj të nderuar dëgjues. Ne do shkojmë me një këngë në vazhdim dhe mos u largoni nga Radio Vlera. Vërtet është një temë shumë delikate dhe besoj që ndihma juaj do të na bëj edhe neve të zgjedhim të gjejmë atë më të mirë. Në bahçe ula
FDG. Saj qifte lije, o more djaliri. O fort po të lut na një këngë me maknue, veç për dashuni. O fort po të lut na një këngë me maknue, veç për dashuni. Kur janë sa këngën me knue, vajzës me ja kushtu. Sytë e saj janë të përlotun, nisi me vajtu. Sytë e saj janë të përlotun, nisi me vajtu. Jeni me Radio Vlera në emisionin e Mbrëmjes. Për me i fshi këto pikalat, o mjeri unë për dashnin që pata, krejta jo më shkoj kot. O mjeri unë për dashnin që pata, krejta jo më shkoj kot. Të nderuar dëgjuese, u rikthyem pasaj këngët bukur jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Përshëndes dëgjues të parë që i shohin live stream, Bekim Zonin e përshëndesim, Nifën Gjermani, Burbuqe fetojnë gjithashtu përshëndetje, Nëser Zonën, miku Nëser e përshëndes, një përshëndetje për Besnik Goshin Drenicën, e urojmë pushimet këndshme në Kosovë, e përshëndesim edhe poetën Elmia Ajazi që është me ne, urojmë qastet bukura, Mirsat Gashi gjithashtu është i përshëndetur, një përshëndetje për Naim Shahiqin, po ashtu përshëndetje edhe për Negja Berishën, Nakie Gashin dhe Fatmir Aliun. Këta për momentin po i shohin, do shta më ka ikë ndonjë dëgjues nuk e kam parë këtu. Megjithatë ju kërkoj falje, por i shoh edhe përshëndetjet e para që na vijnë nga Burbuqe fetoj, thot përshëndetje zotëri Agem Gashi, i përshëndes dëgjues, faleminderit, gjithashtu je përshëndetur. Përshëndetje na vjen nga Fatmir Aliu, përshëndetje Agem Gashi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit. Faleminderit, gjithashtu je e përshëndetur. Fatmire, të rrej qaste të bukura dhe ty edhe gjithë dëgjuesve me Radio Vlera. Ta shpalosim edhe njërë temën, pasi që ndoshta ndonjëri nga dëgjuesit që është inkuadruar pak më vonë, nuk e ka ndjekë, kështu që po ju njoftoj që tema sotme është: a kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindrit të martohen përsëri pasi u vdes partneri? Është një temë në sa aktuale, aq paksa emocionale, paksa e koklavitur, por gjithsesi ne jemi këtu dhe ju bashkarisht me mua shpresoj që do ta shkoqisim dal nga dal këtë temë, ashtu si që ndijmë ne, ashtu si që na merr mendja, dhe ne nuk po vëm gur, por mendimet e shumta vërtet janë edhe zgjedhja më e mirë. Andaj ne gjithmonë do të bashkëbisedojmë për tema sociale, për tema shoqërore, të cilat neve na preokupojnë dhe janë dobi të komunitetit. Shpresoj edhe uroj që do që pëlqejë edhe tema. Ne në vazhdim
do shkoj me një këngë nga Govi Reka, është nga saj Meri, prap pranvera Paskarë. Me këtë këngë ju përshëndes gjithëve dhe njerë duke ju lutur ta bëni shpërndarjen e emisionit. Si kushton asgjë, ju falenderoj. Qelin I lulet, tu ktheva me jetë mal, por malis po më shuhet, rrugve të qytetit, ku jam linderit, s'më tha kush mirë mëngjes, as notën e mirë. Tu ktheva me jetë mal, gjitha lot në sy, në kujtime I takova mushatar të mi. As një dorë s'më përshëndet, s'më tha kur si je. Parini kjo tokë po thahet si lulja po dhe. Këtu kur ishim bashk, jeta kishte ngjyra, si me I pas mirat e botës, krejt na qeshte ftyra. Sa pak dasma e dit lindje, shkollat vet pa fmi, në atë vend ku I krini, as ka jet as dashni. Mal gjitha lot në sy, në kujtime I takova mushatar të mi. As një dorë s'më përshëndet, s'më tha kur si je. Parini kjo tokë po thahet si lulja po dhe. Isha largu, larg në linjes kam shty ditet, por si kam jetu. Dashuria e vendit tan, s'bjet me miliona, mos harro sen folet kujt, nuk jeton shikona. Mos harro sen folet kujt, nuk jeton shikona. Ne ndoshim këtë këngë vërtet bukur, një këngë shumë prekse, dhe vërtet Shqiponia jeton nevojë në vendet e trojet etnike atje ku na ka lind të parët, por fatkeqësisht jemi shpërndar anë kënd botës. Kështu që përshëndetje edhe një herë për gjithë shqiptarët kudo që janë, përgëzime për Govi Rekën, një këngëtare vërtet me vlera.
dashur në turbe. Se mendoja me zimje shkujtoja shkëlqimin e syshkave të saj. Se shkoj dashuria, se shkoj. Hajde mos e fregoni të inkuadroni, jepni mendimin tuaj, tema është vërtet shumë aktuale, mund ta përjetojmë, do shta dikush edhe ka përjetuar edhe në mesin e tyre, kështu që është mirë të bashkëbisedojmë rreth kësaj teme. Të laksh ty mojtana, të laksh me vetmi. Edhe njerë përsëris teme, na kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindërit të martohen përsëri pasi u vdes partneri, do të thotë në të dy anët, partneri apo partneri gjithsesi janë dy anë të medaljes, andaj mendimet tuaja do të ishin vërtet me rëndësi këtu dhe besoj që kemi për çka të bashkëbisedojmë. Nana me shkroj një letër, se tana është martu, tani s'mëngel gjë tjetër, zemrës ti vë një bur. Tani s'mëngel gjë tjetër, zemrës ti vë një gur. Se mendoja, me zdile shkujtoja shkëlqimin e syshkave të saj. Se shkoj dashuria, se shkoj lumturia, se myshket venitet ajo vaj. Se mendoja, me zdile shkujtoja shkëlqimin e syshkave të saj. Se shkoj dashuria, se shkoj lumturia, se myshket venitet ajo vaj. Se myshket venitet ajo vaj. E ndoshën edhe këtë këngë, po ju pres të ndëruar dëgjues, vërtet nuk pas kem pas këngë, pas kemi qenë me instrumentale, kërkoj ndjes, do shkojmë edhe me një këngë, pse ja. Në shtëpin tonë është një kohë. Në këtë natë pa ty popi, e zemra jem s'gjen qetësi. Në tavolin gota po qan, e kujtimi yt prap m'vjen pran. Ku t'kom dash se dita dhimbjen, që dashnia ta vret jetën. Sa herë emrin të thira me mal, veç heshtja mu kthy nat për nat. Ti m'këtan kur s'te lan, po një dit prej meje shkove larg. Tash kjo zemër s'di me fal, se prej teje u doj nga dal. Mos ma përmend emrin ma, se kjo zemër se
Njerëzit thon, koha qëron, po kjo plak veç po rëndon. Se kur e don dikon me shpirt, as koha vet s'ta kthen dritën. Mos ma përmend emrin ma, se kjo zemër se mban ma. Mos ma përmend dashnin ton, se veç mallim kam vet sonte. Mos ma përmend natën e fundit kur unda pas një drit, se prej asaj jam tjetër njeri, veç po jetoj me kujtimet zi. Kur kjo këngë vjen në radio, ki me kujtu qka humbe kot. Po atër ka me qenë von, se kjo zemër s'ta pret për gjithmon. Mos ma përmend, se ende du edhe pse më vrave. Ndoqëm edhe këtë këngë, jemi rikthyer, jemi drejt për drejtë në radion tuaj, në Radio Vlera, të nderuar dëgjues. Dhe po shpresoj po kaloni bukur, uroj të kalojmë bukur deri në fund të emisionit. Ti përshëndes edhe dëgjuesit që janë inkuadruar ndërkohë, është me ne Ferhat Kabashi nga Suedia. Një përshëndetje për rapsodin dhe këngëtarin Bedri Karaxha, i cili me ka përshëndetur. Përshëndetje nderuar Akim Gashi, moderatori i TV Vlera. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit vetëm pak Radio Vlerës. Mbrëmje të bukur për gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë. Një mbrëmje të bukur për juve rapsodi nderuar. Ferhat në Kabashi dhe përshëndetje Radio Vlera. Ju uroj një javë të mbar, gjithashtu urojmë edhe për juve një mbrëmje të bukur e javë të mbar. Një përshëndetje për Sabile Sadikun në Suedi, e cila thot përshëndetje Agem. Mandej mikun Bajram, edhe pse s'na ka përshëndet, po e përshëndesim. Edhe për ju uroj një mbrëmje të bukur e kështu me radhë. Të shkojmë me vërtetë me një mendim që e ka dhënë dëgjuesja e rregullt Fatmira Aliu. Jo, na pas ka përshëndetje, kërkoj folje, miku Bajram, të përshëndetje vendas, një mbrëmje të bukur, faleminderit, në pas për më siguri për mu, kështu që vazhdoj. Pak humor, shkojmë tek Fatmira Aliu, thotë kështu: jo, nuk kanë të drejtë as pak fëmijë të ndryhyjnë në jetën e prindërve. Nëse ju vdes partneri, martoheni, mos pyetni njeri, është jeta juaj, ma mirë se me partnerin nuk kuptohesh me kënd. Lutem të mos na ndodh, po jeta ka dhëmbje. Është vërtet. Edhe unë lutem të mos i ndodh askujt, por në shumicën e rasteve, gjithsesi, ne jemi njerëz, ne edhe vdekja është krejtësisht e natyrshme. Andaj ne po flasim pra për rastet kur ndodhin këto gjëra dhe vërtet kur jemi tek martesat deri në kohën e sotme, femrat janë një farforme jo është bërë pa drejt, sepse meshkujt edhe përpara, jo në kohën në moshën e shtyr, por kur kanë qenë matëri, janë martuar, ndërsa femrat edhe të reja kanë sakrifikuar jetën e tyre, shpesh për fëmijët dhe duke
djegur të quajmë kështu, do të thonë za jetën e tyre, pasi që vërtet një jetë kemi, andaj zgjedhja do të jetë e lirë për çdo njerin. Ne nuk po e bëjmë të detyrueshme mu martu, por nëse ndonjëri nga partnerët kur ngel vetëm, shpreh dëshirën dhe jo vetëm dëshirën, por edhe nevoja që të martohet, fëmijët a kanë të drejtë ta t'i pengojnë. Pasi që në shumicën e rasteve fëmijët janë ata cilët ndërhyjnë duke po ta quajmë kështu, në thonë gjatë, duke shantazhuar ose duke jo me ndalu në të formën klasike, por duke i shprehur pengesave prindit për mos martesë, shpeshherë duke aluduar edhe se i bëhet tradhti nënës që ka vdekur ose babait dhe nuk i e besnik ndaj saj ose besnike, por ne jemi dëshmitar që gjithnjë më tepër kemi pasur edhe temën rreth për kujdesit të moshuarve. Gjithnjë më tepër fëmijët nuk po kanë kohë dhe dikur ndoshta interesim që të kujdesen për prindërit e tyre. Andaj mua, sipas mendimit tim, unë plotësisht e përkraj edhe mendimin e Fatmirës, më përmendja që do të ishte edhe një lehtësim ose një hjekje barrës ndaj fëmijëve nëse ata do martoheshin, por vinë në pyetje disa gjëra të tjera. Dhe ne shpeshherë vendosim ashtu siç na merr mendja, nuk vendosim ashtu siç thonë ligjet dhe rregullat. Dhe nga njëherë pra e lidhim edhe anën materiale në këtë çështje, duke u frikuar që edhe duke vënë pa që kjo është pasuri e jona, fëmijët, por sipas rregullave ligjore, unë nuk po e shoh sonte këtu avokatën Angelina, kisha pas dëshirë të jetë këtu prezente dhe ta kisha inkuadruar, të marrëm edhe mendimin e saj, por mua më merr mendja dhe shpresoj shumë që pasuria e patundshme, përderisa nuk vdesin të dy partnerët, është e partnerit që ngel në jetë. Dhe mos ta marrëm kështu tash si një kërcënim, por gjithsesi fëmijët, nëse prindërit nuk ju japin diçka nga trashëgimia sa janë ata gjallë, ose nëse vdesin pa ndonjë testament, automatikisht të trashëgojnë pasurinë e prindërve. Por nëse ata vendosin që mos më dhon, besoj që me rregullat ligjore në pronë nuk mund të ndërhyjnë dhe nuk mund ta vendosin si pengesë fëmijët atë çështje. Por më merr mendja, jam i sigurt që shumica e të moshuarve kur martohen e bëjnë bashkëtesë, mirë që në vërtet nuk besoj që dëshirojnë që dikant tjetër ta fusin aty në pronë si pjesëtar të asaj prone, dhe nuk do të ishte kështu në atë aspektin moral, por gjithsesi disa të drejta do t'i gëzoj edhe bashkëshortja që ose bashkëshorti që martohet me të, duke pas një farë garancioni që të paktën nuk do të ngel në rrugë. Një përshëndetje shkon edhe për këngëtaren dhe poetën Albana Barqi, e cila thot: përshëndetje nderuar Akim Gashi, stafit tuaj dhe dëgjuesve, faleminderit Albana, të përshëndes edhe unë, të uroj qaste të bukura, përshëndes edhe mikun Arsem Regjepin e Gjilanin e bukur, një përshëndetje edhe për Jakub Krasniqin, po më duket nuk po mëj e shoh, është e vogël, më duket
Edhe si këngëtar, në veshje këngëtare, shpresoj të jetë ndonjë këngëtar. Edhe përshëndesim dhe uroj qaste të bukura me Radio Vlera, mirëseardhje. Besoj më duket është për herë të por, nëse nuk gabojmë. Të nderuar dëgjuese, jemi drejt për drejtë. Ora në studion 20:48 minuta. Shkojmë edhe me një këngë, në qenë se po hezitoni për të inkuadruar, por do të ishte vërtet dobishme që ta bashkë bisedojmë këtë temë, këtë temë që vërtet është shumë e ndishme. Dhe jo vetëm e ndishme, por edhe nevojshme, sepse kujt vetëm të nali muzikën, se po e di që të pengon, edhe më njëherë do të bashkë bisedojmë. Nuk e di. Përshëndetje, mirë se na erdhe Sabile. Përshëndetje me të gjitha gjem. Po, je mirë, si jeti? Gjollo dhe pak. Qësh po kalon? Pa mirë, vëllaj. Po do të më fa mirë, çdo herë mirë. Uroj t'jesh. Kështu familjen. Mirë, kajtë, uroj t'jesh mirë edhe ti, gjithmonë. Po mirë, po të nejt jashtë, po mashtrohet mirë, po halo bashkë në zetë jo, herë në zetë për ftoftë. Pak me shumë të më kanë të mësojë, mirë. Në vërtet, është një kohë që do të me pas kujdes. Besoj. Po, gjeme kam i shivë, dhe ditë kur pa në shivë. Në Që në dy dhe pak po reguluat, të nejt jashtë të pi qaj jashtë atje, ka marak në vorë më nejt. Ka nevojë edhe për shi. Dhe ku jem lindë jashtë, dhe ku jem lindë 100% në parora. Dhe kom në siguri. Atëre, po, Sabile, besoj që e ke dëgju temën. Po që shjavë, Edhe ti je tamam njeri adekuat me fol rreth kësaj teme, po kam qef me fol, do t'i bëj edhe disa pyetje kështu, me qenë shumë reale, di që i jap përgjigjet në Po, në baba kretë reale, në kur gjë në di me mshefas me tallaverën në fjam. Po e di, kam respekt shumë. Edhe tema është, a kam të drejt fëmijët të pengojnë prindërit të martohen përsëri pasi u vdes partneri, sipas menimit tënd? Po që shagem për shazë zotën, me pastonën e përmartona, fëmija mi ishin hup. Unë e pidi, jo pidi, ata thonë, po a kanë drejt me thonë? Po nuk, agim nuk është, nuk e, të na nuk është ajo. As ka qenë kur, atë përpora dhe ma shumë ka qenë adin, një thmi, 15 vjetë, 6 muaj, kur është në atë moshë, babën e vetë e urejnë dhe njërin tjetër me po në shpet. Po, po i shëti që në plesht e po i lanë vetën, edhe nëse ata dojnë babën ose nanën, pëse nuk e mojnë, pëse nuk e marrin me veti, me majtë, po kur vjen punët e martesa, po kur vjen punët e martesa, e pengojnë. A gjem kërkush nuk e din, për shembull, unë kur nuk e kom menu, që kom me met vetë, kur e përgjes, unë e kom menojsha, kur des, qysh dona pi dardane, se pse dona për gjallë kur se kom menoj. A pishet tash rastin, po folim kështu pa të keq, po nuk je vetëm të ka plot raste të tilla. Po a pishet i vetë se ti ke dhënë gjithçka për fëmijët, nuk po du tash në me të nxit për fëmijë diçka, po ke dhënë gjitha dhe jetën edhe ke qëndruar me vite, ke qenë shumë e re, nuk je martuar për shkaku i fëmijëve. Do të thotë i ke rrit, i ke dhënë për kushtimin, jo ke dhënë edukatën, kulturën, gjitha, por fatkeqësisht ke ngel vetësh. Pagim prapë, kur nuk jam peshman që i kom najt me ta. Kur e për jetë, nuk hinë gjëna, tash edhe që thërë me përbuz,
Se jam bu kurban për ta dhe halali po si mas mendimit tanë, a është martesa e dytë e tradhtin ndaj partnerit që ka vdek? Se në kuptoj agim? Martesa e dytë, nëse do të ishe martu, ose për shembull, a do të ishte tradhti për burrin, për partnerin që ka ndru jetë? Po edhe thënë, që nuk e me pa dosh, se me pa dosh nuk ish martu ma. Po që pas ka doshti, që edhe mur tjetër me në arsianiti. Kjo është si për burë, si për grupë, limë, njëjtja fjallë. Po atëherë pse... Me që shiron me më martua me kneve, ti e dhe ma që shën të nagim. Se pas mendimit tanë, pse fëmijët nuk e pranojnë një partner të ri të prindi? Ndashta ko që e pranojnë. Po pse ata që se pranojnë, pse se pranojnë, që ta mërmeni? Jo ko që unë në hymi e kom pas agim, 2 djem, aja gruja njëftu me një njëri, e këshikja jeme, edhe i vikaj të o balkoni atë, po tinda fëmive, këtë djori ma dhe ka vrejt. Se ka vrejt nënën e vetë në qeri që i reagojt i shka, edhe e belga atje të kërrit e të atina njërit, hajde himrana. Thëtë mos rikëtu jash, po hecë më himrana. Edhe thëtë që shtu mosë ma mirë, mrena bisedoni e jo sa koshe mirë po këtë dy. Edhe që atë u martu kem ato. Pa që ma mirë që e kanë vendosë ashtë. Edhe ka arësë e di të djoli tjetër, djoli në bukën ka pasë e di me gjithë të orë ka. Asha zëtën e kishin mytë agim, se e me osë. Farte? Po. Deri ku duhet ndërhyjnë fëmijët në jetën private të prindit? Gjithmonë e jetë. Gjithmonë, po thua, unë mendova dhe në cëllën shkollë, po s'ka problem. Vëllar për sa t'jenë jetë a fëmija, prindit kur t'jenë të vogël, ta honë shpirtën, kur të rritën të sunën, kur të bënë, kur të plokësh, thënë resetis për dhe në dim, edhe gjithmonë e jetë je poshtë. A ndryshon reagimi kur martohet babaj ose nana krahasuar me nanën ose me babajin e tyre? Po mendoj, a ndryshon reagimi fëmijëve nëse martohesh, nëse do të ishe martu ti? Reagi, qyshtë nuk ndryshon shumë. Të reagim tash rrim shtrem të flasëm drejt. As një burë nuk i dëmë ata fëmijë që kur babaj me atë. Kërkush fëmijëve babë nuk mundet me bo, as nanë. Po ti s'pe merë për fëmijë, sa ta fëmija për rritën? Jo, pe merë edhe për fëmijë, se unë me morë për shamon, e më me këshyrë fëmijë në shtrem, ta i më vërtitë në pasha në zotë, me dhëmë me kisha hongërë, se s'kisha mujtë me dëru. Po na po thojë me këshyrë fëmijë shtrem, po neve tash gratë e të fëmijëve po na këshyrë shtrem, që mi bona tash? Ndryshe, din që pse ndryshe? E kohër gatë vetën, nuk e ndryshe, më të këshyrë për shemë që shemën, të ashtë e merë një gru tjetër, edhe ki fëmijët e tu. Aja fëmijën e tu nuk i dënë, garant. Po s'ka nevoj me i dash, duhet me i respektu, e ke fundit me i dash. Po heshtë, as të respektan, as të dënë, as heshtë, kër e që eshti një burin një gjutë 10.000 bunarë, agem. Nuk i dënë. As nuk është e martesa e dytë, kur nuk është, kur kishtë fëmijë nuk ka ma rahat lakë. Kur s'ka fëmijë të rritje a kur ki fëmijë, asë për fëmijë nuk është mirë, asë për prënë. Për asë njënën. Po, si mas mendimi tanë, ndikon pranë këto pengesa dhe trashëgimia dhe pasuria që kundërshtojnë fëmijët. Ato, a kanë frikë ata që për janë merë pasurinë, po mendoj ai që vjen. S'kam qam i lëmë kërkun agim. Në banes shtetit, jam kërkun e për gjë. Po tash edhe një pyetje kështu, si ndikon vetmia e njerëzve kur humbin partnerin? Po, është e vështirë, agim, është e vështirë. Unë për vete e kom pas shumë vështirë, që unë ti në fëmijëve jem kom kajtë kur fëmija së më kanë pasë, më ka orgjëna për tyne. Se nuk është letë, se fëmija më rritë, normal.
Edhe sipas mendimit tënd, po mendoj, a është më vështirë për fëmijët e rritur apo për të vegjëlit të pranojnë martesën e dytë të prindit? Jo, për të rritën, se ta të vegjëlit nuk din. Po për të rritën din, kuptojnë. Ta të vegjëlit nuk din. Çka po bëhet? Po sipas mendimit tënd, çfarë ndodh kur një prind e zgjedh lëmtërinë personale kundër dëshirës së fëmijëve? Po nuk është mirë. Po çka mund të ndodh, për shembull, se po është mirë pa i po s'pe vetes? Jo, po do të më vetë, se jo dhe tash edhe pilon për shkojnë për morën tjetër. Po, për nuk është në rregull, për mua jo. Po a ka paragjykime në shoqërinë tonë, sipas teje ka ende paragjykime pra për martesën e dytë për njerëzit që janë mosh. Hala njerëzit i përqeshin ose flasin për ta nëse martohen atë kohë, kur janë mosh më të vjetër. Po, agëm e kom një djallë tesë është valla 70 vjetë, i ka dhe gruja, edhe theke për lyfte më martu pasha zutën, e ka marrë një gru të re, krejt beshin hajgore me ta. Po bojnë hajgore, se na kemi ato, paragjykimet i kemi na shqiptarët në përgjithësi kështë. Po vete, agëm po hajgore beshin se e reja, e këj edhe në moshë, ajo tash patëm pak më lart atje bisedë se për qëllime përfitimi këtu normalisht do të fëmijët të kenë kujdes edhe do të këshillojnë edhe prindin, nënën ose babën, po kur në lidhje është pa interes, është lidhje nevojshme, mendoj pavarësisht në moshë, edhe është vetën, edhe kjo është vetën. A kemë, se dhe që është puna, që njëri që i ka 70 vjetë, e merë një gru meri, pasha zutën, aje nuk e merë që dëmë. Nuk e kam fjallin për atje, unë e kam fjallin për partner që janë normal, kështu që janë pavarësisht moshës njëjtë. Po mendoj i ka 65-6 vjetë, e merë 60 vjetë. Po, ashtu po. Edhe që shtu se, jo me morës ato djetë që kur e merë njëtë moshës reja, ato s'ka dashuria, ato ka interes. Po, veç për interes të desë, mjetë që kje pëndi, që pëndinë e joshtit, atë kjo desë nuk pa ta njëni të dhe të kusur vjetë e morë një gru të rejnë 30 vjetë. Aja prit që për desë kjo nuk desë që beshu për 3 këpi qefi, aja do krejt. E po që, ka pos interesin e edhe. Po, a mund të ekzistoj dashuria e re pa u harruar dashuria e parë? Valla, nuk e di kemë vore që shë ke posë, për shembull, unë së mendoj që kësha harru kur për jetë. Po thua. Po, edhe në pyetjet fundit, edhe pse përgjigjen ta shpjedin bas pyetjeve, kush do të ta ketë fjalën e fundit në këtë problem? Prindi që jetë gjallë apo fëmijët? Jo, valla, prindi. Do me thonë me vendimin me marë, më martu ose mos më martu, kush do të jap në fund? A do të me fëmijët me thonë po, ose jo, apo prindi mos me vetë heq, nëse vjen puna me vetë është mirë, nëse bëhet me marrëveshje, po nëse ata janë kategorik jo, kjo do të më martu ajo. Jo. Ose kjo po me dojë. Vetë do të vendosi, njëri vetë vendosi. Jo, unë jam me fëmijë edhe se mu më kanë pytë, po unë këmë thonë kur për i thmive, zotë më se vjetë, unë se kisha andru, me jam këthu shpinë në thmi, kurë për jetë. E dikër me morën shpet vjen kërkush me thmi, se sa dojnë thmija, sa dojnë familja, nuk banë. Nuk shkon të në është tjetër mentalitet kena në, nuk kena në, asë edhe dhe Gjerman. E vërdet. Po, në falenderit shumë. Lobi jam ka vetë agim, ka thonë qërë motram, te ke vendos me najtë me thmi, te e dënë që shdojt me najtë. Edhe ta tregojnë rrugën, edhe në fillim që do të me vërë. Jo, ta kanë kalaj se vëllovi të ka pas grunë. Po, e ka pas grunë, kur është ku të gruja, po kalaj më sënë të kanë shumë letë është.
Po është në rregull kjo. Po jo, në ka hiç valla, po që ashtu, në kena jetu për tjerë të Na ake. kena jetu, po unë mu po më intereson, a është ma mirë me vendos vetë, a me i vetë tjertë? Jo, vetë mirë, gjithë duhet me vendos vetë, po kur vetë s'kena mujt me vendos. Unë për vetë s'ka mujt vetë me vendos, kur. E s'ke mujtë? Më të porë, këm pas vajzën e vogël, 4 vjetë. Po, Ajo s'dike, e vogël, e nuk dike, dhe ke e blejnë anë boba, e këtë e kështë i blejnë boba, thësha, jo, që kem boba pa porë, ko sa dush, për ku Ai- ku e qëmë. aja të koko e meshme, ka mi thëmë për blenjën. Sa vile pa kajgare, di që më kupton. Po, edhe pa kajgore, se vesh Se në mërzijas për shkam. pa kumar, normalisht të kuptoj edhe... Pasha, zëti, pa kem koj këtë e kemi ma me blejnë një bobë. Isha shuj, se s'ko boba me blese, isha mini kushtele pas kam zhë nana. A që kam të mërzit që blejnë. Sa më bo. Sabile, falemderit shumë për gjegjet, pyetjet e të shkam, nëse ki me shtu dhe diçka... Përshëndes, shumë përshëndes me familje, përshëndes krejnë dhe gjusë të më atë modë dhe më i vukri. Në natë mirë kale bukur. Shumë falemderit edhe të kaljo sa ma bukur, Natën e mirë. respekt gjithmonë, natën e gjithë mirat. Natën mirë. Natën e mirë. Ishte Sabilja nga Suedia, në cila në vërtetë falenderojmë që u inkuadruam, dhe kjo ne nuk e pyetëm harruam, por e ka treguar edhe më përpara, ka në mua shumë të rej, ka ngel vej, duke sakrifikuar jetën e vetë, duke rritur fëmijët, dhe falenderojmë për përgjigjet që na i dha. Ne ju presim të nderuar dëgjuesën në përmes Viberit në +33 780 545 835. Tema sëndme është a duhet t'i pengojnë në vërtet tema është a kanë të drejtë fëmijët t'i pengojnë prindrit të martohen përsëri pasi u vdes partneri. E kemi tashmë në linje edhe rapsodin dhe këngëtarin e mirë njohur, mikun Bedre Karogja, cili të dëshiroj mirëseardhje, mirë mbroma. Mirë mbroma, i nderuar moderator, Agim Goshi, mirë mbroma për gjithë dëgjuesit e Radio Vlerës, një mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë. Po si ju kemi, miku Bedre, si po kalen? Mirë jemi, po ju si jeni si kalojnë? Mirë edhe na, mirë, bukur, po kalojmë si zakonisht. Dhe ke qenë Kosovë duket në kohëve të fundit. Po isha në Kosovë, kam qenë komnetja 3 javë. Si e kalova? Mirë, ja kum kalu si në Kosovë, atje kur shkon po shkojnë ditë shpejt se knaqet njeri. E vërtet është, e vërtet. Atje po shon shpirti. Atje po shon shpirti, atje ëndrat e shemat bukra. E vërtet, e vërtet. Po, besoj që po e ke dëgjuar edhe temën më mërmendja, ose po përsërisë njëherë, a kam të drejtë? Po, ja, kam dëgjuar me vëmendje, po ndoshta pak më me shako, me bo... Ja, në një lirisht. Me mor, unë e për të regoj një kjo që e kum dëgjue, dhe të thët, për para, o ku ma vështire, kanë pas zakonisht 10 tradita jonë, se ka qenë, po një unë i kishte pas dek gruja, edhe i thojnë djemët, o bob, tash ty gruja deq, tash 2 sane, 2 mundësi, po kina qef me t'i bo, do pore në qëllu, a me të martu edhe njëherë, a dëna me qunë qabe. A e plogi thët me njëherë, sas nuk menohet heq. Jo, mëra thët që atë martunin qabe që jam një. Dhe po që më martu, thët në 70 jetë, moj kam edhe një, pa ju më bubab gjëshe, 4 gjëshe. A, thojna njani, mirë. Edhe shkon tani në qabe. E kur këthejt për qabës, tani knena i kish pas rapi shmoni. Edhe tani kur shkoj, ke thana për të pone, kur ndodhë një vdekjet natyrshme, këse këto janë natyrës, tha ju thejka aty në qëre, gabimin që e kum bone,
Rose ka bëni me buju, bre çfarë gabime ke bo ti? Valla thonë e kum bo gabim se kum po shansën mu martue, po unë djem të më thanë bab, do por e në qilu, apo ki qef me të martu, a me shku në qabe. Tha, e ju thej ka ty në ju, zgjellë ma mirë martesë, në më shkoni në qabe. E kjo zakonisht të popullota jonë, do të thotë kultura jonë, tradita jonë, që që këna pas në zakon, të gjinia mashkullore me të vërtet, u ko pak ma letë. Po të gjinia femnore, nona për shambull, i ka lidhë tani, edhe një thmine pas post, ato ka ru malsore deri në fund. Edhe burneshat, do të thotë, i ka po gjitha ato sakrificat, për një rriqat a thmi. E do të thot, unë edhe mendimin të kon 70% gjenis mashkullore janë martu, nashta 20 ose 30% gjenis femnore. Se këtu do të thot në shtetet e perëndimit, ku jem në ato jetu, këta nuk e kanë gojle. Këta nuk e kanë heq atë punë bilerës. As nuk adin, heq nuk, as si pysin fëmin, as nuk i pysin, se tema ke të fëmita. Po, fëmit, po. Pa normal, na kena kulturën tonë, sa shto gjelozia, nuk kem na kumë di qëfar kapitolit madha, qëfar. Po neve, unë e kumë posë rosten me migjen, se baba, kum na ka vdeken, decinona ma heret mas 3 mujve dhe baba, kishin pos besën për me dashnin. E migja i pade gruja, si u kry lufta, bilin po ta shku më pushim, u ko 2000, nëse nuk ga boj viti 2000, u ko, pra 26 vjetë, e tani migja met, që tash u dek, kjo masë që vonë u dek, para 3 vjetë, 3-4 vjetë. E pa të rnuk tani ma shumë se 23-4 vjetë vetë. E tani këna pas vetë, miqë bre jau, Allah, e tha nuk martu në akor. Po tani në fund, e ka pas pranu, tha, ishta shtirë, tha se, gjitha o t'i djollët, i tha më mnajt goti, tha, e kum vrejta që është, e kum vrejta të, do më thohat, mungesën. E që tu janë atë dosana, dhe thonë nëse shkurt e pota, i thash ta të regoj që atë, thonë zakonisht e unë e veç shkurt ka me knuja, dhe shka. Di. Jo, po të kuptoj, po me knua atëherë, mujna dhe me knua. Besoj... Jo, se e kalut me muzika të në që kenë me qashtë të mojë. Por nere kemi kalu mirë, jena knaq, dhe besniku është një rapsat i mirë. Po, me të vërtet, një mbrëmje të bukur, të paharrueshme kështu, kemi bisedu, kemi kanë kënu shumë mirë, i falenderoj dytë, po me të vërtet mirë. Shumë bukur. Po çka me bo, ne na kam letë që kjo në konë përëndim, po muzika folklorike është fatkeqësisht njerëzit tash ma qef kanë me shku dikon të lavat, dikon ku është luk që shkon se me ngu me qeftelia, kanë këtë bukura që fore vërtet për cilën edhe historinë edhe emocion edhe gjitha, po ne jemi largue në gjitha aspektet kështu nga arti mirëfillt fatkeqësisht. Do të thot me kohën po ecën, pak ma, për dojnë tash pak ma moderne, edhe që tingulli i qiftelis do të thot boron shumë bukur, tingullohet gjdo kont veglat e tona tradicionale që a i kena me përdor nga njëherë shumë mirë është, po tash do të thot nuk është aja fuqia se kur të bojnë dash, për shembull kur të bojnë koncertet moja se i kanë atë muzika ata që ndojnë moderne, na nuk mujna mu këthy më mropa veç me një sharkje me një qiftelin me metë. Jo, nuk mujna, po nuk mujna dhe me morë muzikat e huja në me lotune. Po jo, po e lyp puna. Po çfarë pune mërë. Ja, e lyp, për shembull, për unë e kam fjallë. Po dhe folklorin mund tash me instrumentalizu edhe me shti dhe orkestrën folklore, me bo, ka dhe kongë bukura që i kanë
i kanë përpunuar folklorike, po kanë përshtatë edhe kohës edhe në gjitha aspektet, po jo për njerë nuk dojnë, muzikën tash nuk e ndëgjojnë, veç e shohin. Po tash për shembull edhe me një çiftelite, një melodi, dy melodi ki për shembull bukra, që po them melodia shotës e bareshës, ja ku ta di, ndukun tingli i çiftelis tingëllon shumë bukur. Po për me bë atmosferë për shembull, për me vallëzue, aja kuptohet, a vëre, nuk mund mo me këto vegla me bo të shkasa. Unë jam qashtu një met në bile kur po shkajna për studio, hajde që po më dhojnë. A me druna, alo? Mirë e kanë. Mirë thonë, mirë po çfarë mirë. Po që me ju po, valla po, jo tha me druna, une, alo? Se të morra ko, është nasi, nëse do me kënu, mund është me këndu në i kongë, liresht, asë nuk nga përgan. Po nuk po ndëgjohet mirë, me kënu... Valla jo, po në ndërprejhet, kështu po vjekes, po... Po, pe di, nuk po ndëgjohet mirë tani për ma, se dhe në natë e proa nuk di, ku në do shokum lidhe në udë, për me kënu kështu, po nuk po njët për kështu njerës... Ja, nuk pjahup efektin, është gjëna për shamull kongën me kënu aqë bukur, edhe kur të dëgjesh me ta, nuk e di as vetë, më vjesh shumë kes, po... Jo, qashtu është e vërtet, Unë kam qef kur del me dal poster, beso dhe këtu kur në emision një zhur me vogël mu munin mikrofonat, dikun në mu më shqetësën se kam qef dëgju, si mu dëgju mirë, e tjetërisan që nuk jena në dur edhe në teknikën në internet, ka njëherë mundet me pos pengesa, po me të vërtet në për mes Viberit për para ka qenë Skype-i, atje është dëgju shumë ma mirë, nuk e di pse e mshelen Skype-in, në ka morë qafë se unë e kom posë dhe programin Skype këna mujtë me shkuar me video me kamera, po e mshelen, e mbyllën atë, tash po kemë problem, Viberi për ndërprejnë muzikën e zonën, të qëtë me shkute. E vërtet, është e vërtet. Nuk, veç, edhe do të thot njerë e banë në mundim, po, edhe në mundim, po jo me efekt, nuk o efekt. Vërtet, ja. Falemderit shumë. Nuk o efekt. Me ndërë qofsh, i përshëndes edhe njëherë gjithë në gjushit e mërkullushëm, juroj edhe një mbrëmje të kanshme. Gjithë ata që ka i poshë ato tash me amna nuk po muj krejt me se tani t'i kushëllnohet, po në përgjithësi gjithë ato. Falemderit shumë, Arnet, përshëndesim, të rojmë suksese, një shëndet, mbi gjitha edhe një mbrëmje sa ma të bukur në vazhdim. Shumë faleminderit e natën e mirë. Natën e gjithë mirat. Faleminderit. Falenderim pra edhe rapsodin e mirë njohur Bedri Karaxha, që është me ne drejt për drejt. Edhe i urojmë qastet bukura, një mbrëmje të bukur në vazhdim. Më pas kanë në të shkaj, nuk e di pse më mbyll të Facebooku, më ka ikë nështë edhe përshëndetjet e dëgjuesve, më vjen keq nëse ka ikë ndonjë. Përshëndesim edhe Natashën që në ndjek gjithmonë nga vendi i punës, duke i uruar punën barë, edhe qastet bukura me Radio Vlera. Dhe miku në Sërgjani të përshëndetje dhe për ju, respekt, falemderit shumë. Një përshëndetje na vjen nga dëgjusja Shukrije Hisenit, të përshëndetje agim për ty dhe gjithë dëgjusit, respekt për gjithë, falemderit Shukrije, respekt gjithashtu edhe për juve, urojt kaloni sa me bukur. Edhe miku Bajram Osmani të përshëndetje, miku në Bedri Karaxha, respekt, falemderit shumë. Shkojmë edhe me pak muzike, në ndonjë këngë në vazhdim, duke pritur gjithmonë telefonata tuaja të nderuar dëgjuesi. Ju kujtoj se jemi në emisionin e mbrëmjes, në emisionin e drejt për drejt në Radio Vlera. Ora në studio 21:17. Të bukur, rikthyem të nderuar dëgjuesi, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e mbrëmjes. Linë drejt për drejt e kemi edhe Fatmirën, cilës i dëshirej mirësardhje, mirë mbroma. Mirë se na erdhe, si të kemi, si po kalon Fatmira? Mirë se gjej, mirë falenderit.
Jo? Mirë edhe na, bukur, si zakonisht mirë po kalojmë. Mirë. Dhe kuhen mirë e keni pas sot apo me shi? Jo, mirë, sot mirë. Vjen. Ka fillu më përmisu. Vjen mirë, edhe të na ma mirë ka qenë sot me diell. Edhe po besoj që po tash po shkojmë drejt verës dhe shkoj gjysa, ma shumë se gjysa e majt, kështu që do të përmirësohet. Po, ka qenë vërtet një kohë të qyshe shumë se di ndojë ndoshta njëri po harran, veç shumë ftoft. me do të si vjetë ka zgjatë, njëherë u nëzem shpejt, tani e ranë temperaturat, tash u zbretën, besoj që tash do të ngritën, por nuk janë të mira as për shëndetin, as Jo, shumë lodhje për shkak ton. Po në natyrën këta gjermanë thënë kundër vjerës dhe natyrës nuk mund është me po përgja. Mire kanë. Po mirë. Me siguri ke dëgju temën për përsëris njëherë se ndash dhe masi ka dhe dëgjus nështë të qenë inkuadru ndërkohë, a kanë të drejt fëmijët të pengojnë prindërit të martohen përsëri pasi u vdes partneri ose partnerja? A kanë drejt? Jo, s'kan drejt. Nuk kanë drejt fëmija me ndërhy. Aq ma kur ka një mosh po flas, kur është fjala, absolut nuk kanë drejt me ndërhy një jetën e babës, nanës, pa marrë parasysh se jeta e ty në është fëmija, nuk do të me leju me rrit fëmijën që ai me të komandu ty kur të rritet. Absolut se ai s'ka drejt me ndërhy një jetone. Rritet me dashuri, po dhaj kur të rritet do të me të kuptu, nëse vërtet jetë po për që agim, për para që kanë bo me gra, se tash po dalë nështë pak push, po dhe vjetë një mot. I ka dek burri, a është ma mirë me do që e gru me martu dikun, a e kanë kësi për kunat. Po pra. Pa dëshirën e soj e kanë kësi, ose nëse nuk ka pranu, rast konkret, tezën e nënës tas nuk ka pranu, e kanë dojë prej fëmijëve. Kjo është të mërshme, e kanë gjusin i leckë. Jo s'po donë ti me martu këtu dhe do me thënë kanë lujt me gra qysh kanë disht. Luj për shembull për para vjerri, luj konati, luj ai tjetër, luj tash gratë kanë dojë, tash edhe me ra viktime fëmijëve. Nëse ti e ndi nevojnë që ne do të me martu, pse mos me martu? Po, do me thënë, ti je për vendimet e partnerit, jo të fëmijëve. Është normal që jem... Po, si mas mendimet tuaj është martesa 2 tradhtin ndaj partnerit ose partneres së ndjerë. Jo, nuk është tradhtim. Pse tradhtim? Nëse ka vdek partneri, një rast unë kom dëgju në Shqipëri, një regjisor tha vdeq gruaja me jeta vet, dhe desha me rrit fëmijën pa të lashe, pa mos ku janë tha fëmija sot. Fëmijët janë në Amerikë, unë jam vet. Dhe lutit të gjithë gra burra mos jetoni pa partner. Agim kur kalojnë do vite, ki partnerit si shok e ki ato. Ki nevoj me pas dikon, me fol, me asi fëmija jo që s'dojnë, po i kanë obligimet e vetë, familjari, kanë kështu që duhet pa tjetër me pas partner. Në Evropë nuk kjo bjas nuk diskutohet. Ja, në Evropë, për të ne është fjole se këta në Evropë e këshyrin jetën e vetë zdonjoni, edhe mbi 18 vjetë fëmijët nuk mujnë as më përzite për e në të të heqë. Po agim të mund është edhe me bashkjetu, edhe mos më këtë se... Po, a mujnë me thot fëmija që e bjenë dika në shpe, nuk të alamë, mund është me dalë ti me gjithë ta shka ku dush jetë në shpe mos hajde. E shpia ka është të prindit. Dhe me thonë, është në me të prindit. Nëse shpia e prindit, për shemull, edhe fëmija thot, me njëherë dhe kësha qitë fëmini është, nëse më kështë dërhy. Dilti, kjo shpia jem. Po,
është Inshallah s'na ndodh. Po, na po bisedojmë kështu Pa provu, s'mundet me thonë kërkush kur gjë. Jo, ç'është është. Inshallah s'na ndodh. Po, unë them që është e drejta e secilit vetë me vendos. A don me pas partner, a nuk don. Fëmija as një drejt nuk kanë me ndërhyn jetën e prindit. Absolut s'ka drejt me ndërhyn jetën e prindit. Po, a ka alo paragjykime nga rrethi nëse një moshuar ose moshuar martohet pas vdekjes së partnerit ose partneres? Se agim paragjykimet e na kur s'kan më nol. Unë e kom thonë një ditë vetë nëse rrën gjithë ditën me gjithë qysh kanë me të paragjykue. Dul, shkoj, thash edhe nëse me të spektaj hoxhallar që rrinë gjithë ditën që i kanë të fortë të lësom, rrinë ma se apet kanë me thonë që u shmend se zdintit e sen. Të na paragjykimet janë. Paragjykimet na do të milon me këqyr jetën qysh neve të na konvenon jeta. Jo qysh me jetu qysh kanë qef, për shembull, çka qef agimi, po të marrë ty shembull. Jo agim, po do të me jetu që ty të konvenon me jetu. Do të me po desen edhe milona mos më marrë me paragjykim, jam tha ky, jam tha ai, jam tha jam kesh. I kesh kime konë gjithë të shqiptarta, gjithmonë kime qenë i kesh. Është vërtet. Të përshëndesim edhe Nafije Bytyshin që është me ne, edhe Mirsat Gashin po ashtu. Po, pse si mas mendimit tuaj shumë fëmijë nuk e pranojnë një partner ose partnere të prindet? Çka ishte ata mos me pranu, më martu? Unë i kuptoj, për shembull që tash i kuptoj fëmijën, nuk është edhe lehtë me pranu agim, se për shembull ju mungon baba ose nona, po flas tash ju mungon nona, baba ka marrë një gru tjetër, ata shohin si një pengesë, po ka dhe raste që e pranojnë shumë mirë, ka raste që e pranojnë shumë mirë, për shembull veç thonë ti me qenë mirë, që unë një rast konkret një e ferizajt, e ka marrë një burr të martun, aja vajzë e re, po s'u martu, e ka marrë një burr me 4 fëmijë, po tha, sillen shumë mirë ata me mu, se pindimon babit, po rrin me babin, ai shkon pas martu i ri, fëmija ju kanë rrit me kohë dhe kështu që ka dhe që pranojnë mirë. Ka që tash në varet nuk e di qysh, besoj që fëmija që rriten perëndim janë pak më ndryshe. I kuptojnë më ndryshe se ne, po edhe në varet qysh i ke eduku të fëmijën, qysh ke po nuk e di tash fëmija me të ndërhyn jetë, nuk e di s'më do këtë qysh se... Po... Unë për vetë unë si kësha leju, unë nuk, që zotë s'ka ndodhë, të i tash s'kena pos këfar... Jo, po bisedojmë kështë. Nuk zbesoj që i kësha leju fëmijën në ndërhyn jetën. Po si pas mendimit tuaj, është një shkas edhe ndikon trashëgimia, pasuria në kundërshtimin e fëmijëve. Mund t'jetë edhe njerën nga shkaqet edhe kjo? Mundet me ndodhë edhe kjo, mundet me ndodhë edhe kjo, adin për pasoniaj, po mytën vlov me vlov, jo me tini përsen që se ki kur gja. Ato, po, se di, tash të mund është edhe, nëse dojmë me pas një partner, mund është edhe pa kolor, me bashkëtu me ta. Po bon kolore, ose bon bashkëtes. Tash më këta të rritë peshofin që shumica po martohen për pasonis, po bojnë heq kolor. Po bashkëtan, nuk po donë me të, s'do me qenë në me pas probleme masanej. Po, që ta mërmene ty si ndikon vetëmija të njerëzit që humbin partnerin? Dhe një pengojnë fëmijë? Ndikon shumë keqe, sidomos nëse ke qenë mirë me partnerin, ndikon se unë kur ka vdek babën, nana nuk ka qenë edhe shumë e vjetër, shumë e ka ndikeq, shumë tonë kodë,
e përmen, koj në thësha në fëmija të hësë po ku janë ata fëmijë thike? Jo të në levizje, njën punë, njën shkollë, njën gjithë ditën e ke përri vetë. Nëna me ka vujtë shumë mungesën e babës, shumë. Ndikon në vetëmia është të mërshme. Po, është më... Po, vazhdo. Nëse për shembull martohesh për çdo të herë, unë nuk e besoj që ti martohesh që je dashurum që atë person. Jo, është më shumë edhe nevojë. Thjesht martohesh vetëm për me pas me dikon me folë, normal, se njëri ka nevojë me najt me dikon me qëndruan, thash. Edhe ti tha e potencove që në këtë kohë shumë dinamike, nuk kanë kohë, s'po kanë kohë me najt me fëmijët e tyre, se jo me neve, për shembull. Kështu që është mas e vërteta që e the ti, që potencove është një nevojë një farforme, po është ma vështirë për fëmijët e rritur apo për ata të vegjëlit të pranojnë këtë situatë, pra një martesën e babës ose të nënës. Për fëmijën e vegjël janë fëmijë, se fëmijëve të vegjël ata e shohin ato si komedit në farë përbindshë ato se ju mungon baba, e fëmija e rritun e kuptojnë situatën. E kuptojnë rrethonat pak më ndryshe. Nuk është e lehtë as për fëmijën e rritur, as për të vegjëlin të merr, po nuk është e lehtë as për të mëdhejt, po megjithatë të mëdhejt e kuptojnë situatën. Besoj se nuk më ka ndodhur familje kush me asi, po besoj që e kuptojnë, po them, besoj që e kuptojnë situatën të rritunit. Po, kështu. A mund të ekzistoj dashuri e re pa harruar dashurinë e parë? Nuk besoj. Ndoshta edhe mundet me... Nuk e dija gjem vëlloj. Këto nuk po më jasë nuk po jap... Dhe nuk po më me dhonë spjegim, po... Ndoshta edhe po, se po ndodhen për shembull që partnerin e martu me dashuri, po jenë dashuru me dikon tjetër u nda. Kështu për qef. Jo, nuk kam ndjenja për to, martohet me tjetër kanë. Ndodhen këto sene, normal që ndodhen. Ama për më martu për unë po flasë për njerëzit që janë matë moshun. Matë moshun, ata martuan veç me pas një partner, me pas me dikon me folë, me shetit pak, me asi, ata nuk e besoj që ama për të rritë, besoj që po, ka, nështë e ka dosh burin marë zesht, po u dashurun dikon tjetër, ose grun. Ndodhen edhe këtë se. Po, mirë, edhe është në pyetja e fundit kjo. Kush do të ketë fjalën e fundit, prindja apo fëmia për më martuar, po mendoj kur vjen fundit, a do të me gjithmonë prindi. Gjithmonë prindi, me bisedu me fëmijë, me kallëzu rrethonat, nëse fëmia është i rritur, ai kupton s'ka nevojë me kallëzu, me bisedu thjesht me fëmijën e vegjël normal do të me asharu ka dale desa të qysh të adaptohen, po gjithmonë prindi, jo fëmija. Nuk e besoj që fëmija ka drejtën me ndërhy prindit në jetën e vetë. Faleminderit shumë, nëse ki edhe diçka me shtu, urdhërisht. Jo, nuk kam asgjë veç të tjera, thoshat. Shumë faleminderit që faleminderit juve. Në kohën dhe po jemi ne gjithmonë, respekt e gjithë mirat. Ka lësë sa ma bukur, faleminderit. Natën e mirë të jemi dhe Fatmira Aliut, dëgjuese son të rregullt nga Gjermania. E falenderojmë për mendimin rreth temës dhe diskutimin që e zhvilluam bashkërisht. Pra, si që e kuptuam, Fatmira gjithmonë jep të drejtë
prindërve të vendosin për fatin e vet, dhe tek e fundit fëmijët janë më të ri se sa prindrit kanë më pak përvojë, megjithatë kur vjen puna te martesa atyre gjithmonë ne themi që fëmia ka drejt zgjedhjen e vet me bë për martesën. Por kur vjen puna tek prindrit nuk e di sa është evidente që të pyeten fëmijët. Pyetjen është mirë më konsultu, por jo të vendosin ata. Përshëndetje edhe mirë mbroma i nderuar Mal, mirë se na erdhe. Përshëndetje nga Gjermania. Përshëndetje, nale radion se po vjen më vonë zoni atje dhe na pengon ne këtu mundësisht. Nale zërin atje, largohu pak. Mirë se na erdhe, si të kemi, si po kalen? Gjithë mirë për ju, kushëri dashun, më të rgoshi që po na knasni me musafirët, me njerëzit tuaj të mrekullueshëm dhe po na bini Kosovën pranë. Shumë faleminderit edhe juve që jeni gjithmonë me ne. Si është Heidelberg? Shumë e veçantë edhe shumë interesante që më duk. Me të vërtetë, unë mora këtë temë sepse është besoj edhe aktuale, është edhe e dobishme për ne të bashkëbisedojmë, sepse ngjarjet jetashtie e ka dhe lindjet dhe vdekjet, njerëzit mujnë me vdekën, ndërkohë dhe po e shohim zhvillimet si është bërë jeta shumë dinamike, mandej e shohim edhe për kujdesin, na mujnë me rrajtë, por në shumicën e rasteve të fëmijëve ndaj prindërve, kështu që më duke interesant dhe besoj që ja ka vlek kjo temë ta marrim. Po si mas mendimit tuaj edhe herë po e përsërisën, ndoshta na kanë hyrë edhe dëgjues të ri dhe duan të dinë temën, a kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindërit të martohen përsëri pasi u vdes partneri apo partnerja? Unë shkuva edhe do llofe aty. Po se pas na po. Shikues të tu do të marrin, po ndërkohë po i them tash. Po. Na ishim një kohë edhe bashkë në Perëndim. Po. Edhe tash unë kaloj nga Bavaria në këtë pjesën i thënë Baden-Württemberg, Stuttgart. Pra në Heidelbergun e bukur, siç e thotë vazhdimisht, edhe vërtet është i bukur, edhe i madh ky qytet, edhe pse nuk ka ndër qytete më të mëdha. Mbien me rastis, bëj mohabet të përditshëm me një krahat, që tash kanë rrujet, po ishte një burri. Dhe fliste në pedestal për shqiptarët që ishin gjetë në luftën e flesht fundit. I vdes gruaja, po i bima trup, puna e shikuesve ka problem. Jo, lirisht. Edhe i vdes gruaja, pa u njoftën me te. Edhe merr një grua, një romune. I kishte 3 djem, ky kishte 2 shtëpia. Një shtëpi 3 familje dhe një familje, e të bet nuk donin që babajt të tyre të martohet se ish pyetje kapitali. Me qenë se të gjithë e kish kriju me ndjersën edhe me përkushtimin e vetë. Andaj më thot gashbre, kësi. Unë ti dina flasim të shajem të Kosovës, që kem dhe vetë flasim gjuhën në slave, edhe mu dok shumë e arsyeshme. 2 djem ishe martu me Gjermanka, 1 djalë me krate. O gashta, po mu rëbat, kush me lanë, të di, do punë që... Normal, që grave. Në intime, po mendoj kështë në disa... Fëmijët ishin në përbanjesa tjera qyshe, shka? Edhe më ga shumë ertys. Ky ishte nga një qytet shumë i vjetër afër Splitit, i kështë atje një shtëpi me qelë në dorë, një shtëpi në përfundim e sipër edhe një trull. Vëlla nuk ishte, i kishte 2 gjysa motra. Dhe kupton fjalën gjysa motra. Nga se djem të insistun ashtu, edhe më thët mu si të veproj, thash. Vallahi, thash ti dy një gru mërbur, ishte i fort akoma. E më një gru pak ma 3 sene. Një gru rëmung, aja jetën sët, është më shësteme, kurse a i boni 4 vjetë, isha në varrimin e tina me gjithë shoqe, se kom pas mikë
bile rrodhe ka pështu pa kajt që thëmë na Shqip, Kosovë, kur kom shku, kur kom nejt me ton, i percent të muhabeti. Dëbit e tina qaq u edhun në te, sa që as me i furë që kanë full. Pse pa martu është qëllimi, ato shpia, kishin vlesë, Gjermania është karshi Francës e shumë vene, o 2 fish, ose 3 fish që në mashtrejt, shpijat e banesat, vërd veni pi veni, po këtu ku jam une, janë shumë shtrejt. Banesa kushtet dikun 300.000 euro një banes jashtë qytetit, në periferi, se mërënë në qytet kushtet dhe gjysë milion një banes 30 60 metra kategor. Edhe më va shumë arsyeshme, po ma në fund këtu një ligje shumë tu në Gjermani, që fëmijët kanë pjesë në trashëgimi. U darë pive me adhon, ka 50.000 euro, pa asë një kontribut, 0 kontribut, ndërsa aja shoqja ti pruni djallë, pruni qik, edhe kë, dhe me thonë gjithë pasunia u dorë në 5 pjesë. Po kalujmë të pa interese tash. Po pse jo mërë burë. Po, qëre, kur je i këtë tjera ma bete jonë, po kur kalujmë mosha pleshris, e të rishti vetën. E ti di natyre bukës, pregaditjes bukës, zakonisht kalën të gratë ma shumë se të gruja, se të burri, ose se partneri. Po se mos ketë një njeri mërë burë të bisedoj funit me tetë, të kalej ditën e, të kalej natën e, të kalej kuhën e, po të ri vetën ashtu, me qenë se i kishë gjithë mirë të botës, kejtë nga krahët e ti, nga njerës e ti. Pro, mos me zotë shumë, duke shumë dhe gjikshme, jeta vazhdën, po, e ka burë, e ka gruja, jetën dhe kur e ka, Po, se mos vazhdej jeta deri. a është martesa e 2 tradhtin ndaj partnerit të ndjerë, ose partner? Tradhti e mërë burë, kjo s'pe tradhtonë, kjo me të vetë mërë burë, gruja iku ose burë iku, po çfarë tradhti e mërë burë, po jeta vazhdënet, si tjetuat vetën mërë burë, Po, si është ngriteshe, dalshe, të hishe, vetën për shpijat hanë mërë njeri, vërtet, po po, çfarë tradhti të diska tjetër. me pse si mas mendimit tuaj, kushtëri ndëruar, pse shumë fëmijë nuk e pranojnë një partner të ri në shtëpi, një partner Po, ose. ai fëmijë që i thët bobës, ma në fund edhe nonës, edhe i qetë regullë dhe ligje edhe gjitha tu, pengesa, për mu, ai nuk është fëmijë, ai nuk është fëmijë dinitëz, nuk është fëmijë i sinqert. Gjithë kush ka jetën e vetë, atëhere, që me bon nëse i bon është barë të fëmijës, atëhere, dhe të martuash, fëmija ty të financën e atë, jo mërë bob, jo, vëllaj, si kam punt, atëhere, të të ma betën. Por ti kur jetën tonë, e ti, për interesin se boba ka një pasuni, e kejtë menin e këtë pasunia, kjo është shëmti për mu, nuk është njerëzi, dhe me thonë, shumë e logjikshme është, kur njeri vjetë vetën, gjej dikon, që të karen pjesën, që i kam betë, derin nga dalja e kësaj bote. Po, është më vështirë për fëmijët të rritur apo për të vegjëlit të pranojnë këtë situatë? Pa shika. Kur qenë të vegjël, dhe me thonë, partnerës e partnerja, o e re, kur qenë të vegjël. Po tash në po flasë për njerëz, ky kishte fëmin. Jo, unë po ta bëj pyetjen jo për ato, po ta bëjnë përgjithësia. Është më vështirë me pranu fëmijët të vegjël martesën apo fëmijët e mëdhej? Sipas mendimit tuaj, është më vështirë për fëmijët të rritur? Të të vegjëlit është një temë tjetër. Kurse të fëmijët e rritun, e të martun e kanë fëmijët e vet, e këshyrin interesin se baba ka një trashëgimi të madhe. Kjo është e pa të lerush, kjo është shëmti, kjo është e keqja e dynjas për llogarin time. Kurse të fëmija vegjël, po mira, jo met grua ose burr, o met me 10 vjet martesë, me 5 vjet martesë. Nuk është shumë e lehtë, po më në fund njeri u ka një jetë. Atëherë, dil për kësaj bote, si të hallo Zoti jetën, si është mas miri për ty. Pak dalën këtë të i riu, grua ose burr, kur mungo partneri, pak me zërshme, po më varet edhe kjo, apo të qëllën, as po të qëllën një jetë e normale, apo vetëm se
që thënë shu shqip, u bone kohërën këtë punë, edhe të kalej puna kesh, nështë ta gruja ose burri, si do ata fëmin, këtu është diçka këtë një tem tjetër. Edhe ka plot raste të na, që burri ose gruja, e dytë, nuk t'i da ata fëmi që ki, ata ka nevojë akoma për nonën, kjo është diçka, kemi raste plot në Kosovë, në Shqipëni, në viset ku jetojmë na. Atëherë këtu inshallah është fati në pyetje, ki të bëj me një njeri sinqert e të njerëzishëm. Se shumë raste, unë e di, ti që i dini edhe shumë, bazë du që përna dëgjojnë, e din që shumë fëmijë të vegjël kanë hije nga njerëka. Se nuk o nona, fakt me thonë, trolla i në rastet, ku nona është biologjike, njerëka nuk e zavën së letë. Po flasim që mund të me kom njeri i prishtë. E vërtet. Po ka dhe raste tjera që vërtet i kanë këshyrë shumë mirë dhe kanë pas dashuri, kanë dhuru dashuri. Po, ka njerëzit tjerë që dohen dhe me thonë, njerëz në kuptim fjalës, i njerëzishëm edhe i pa njerëzishëm, njeri ose jo njeri. Që dhe me thonë ata fëmijën e burrit që i ka me gruat të parë, ata i këshyrë që kuna, po me di se shka, mos përfjellës, mos njerëzor, kjo është shëmtie madhe. Po ja që të henjeri një rrugtash, apo rrin as po rrin, se ndëgjojmë raste si unë që ti si gjithë dëgjues që përna ndëgjojnë këtë mohabet, ka pas raste shumë negative, shumë të dhimbshme që ka një fëmija pej njerëkes, ose e kundërta. është mas e vërtet, po edhe një pyetje e kam kështu, malë së habita, kërkoj fali, shkojmë tutje. A gjykon shoqëria jonë martesën e dytë në morë, të shtyrit në moshë, të 2 vjetër? Kjo është mohabeti. Dhe me thonë, kur atëherë, që mas logikës time, kur atëherë, dhe me thë jeta është se ashtu, kështu, e shtyme shumë në kohë, mas tepër me atëherë i duhet një riu ta ketë një njeri pranë, burë ose grua. Po pse e mërë burë? Po, a paragjykojmë, kështu mal, a i paragjykojmë, a kemi paragjykime ende një shqiptarët? Anë shëshënia fundit në Evropë në këto gjona, anë na shqiptarët, shumë e paragjykojmë këto. E sene, kur e ndodhë vetë atëherë, thëtë, je po mire ka posë. Kemë paragjykime shumë mëlloja na si popull shqiptar në këtë aspekt. Po, nuk është në rregull. Për mu nuk është në rregull. Njeri ka një jetë, dhe i kur të ka thonë, zoti i gëzun, me jetu me atë njeri, ti është burë, ti është grua, aja, tem tjetër, atëhere, e të rishti si gjina aty, e ndimin se të vjen nga mrapa, as pak, për mu kjo është pa fashur. Pse jo? Një njeri që kale pjesën e fundit jetës me të bashkë. Shumë e lëgjikë, të njerëzore. Të tha mirë që në përkujdesi mungon dhe i të moshuarve, në një aspekt ata ndalojnë mos mu martu, në aspektin tjetër nuk përkujdesen. Kjo me të vërtetë është shumë e palidhje. Po natyrisht se po. Nuk ka kurfar logjike kështu në farforme, po që shtë edhe ti, martesa do të thotë e jek një barë edhe nga fëmit një farforme. Deri diko. Fëmija s'kan e gratë e tyne s'kan mundësit merën tash me fëmijët e vetë ose me jetën e vetë, tani çka bën baba, çka bën vjerri, çka bën vjerra, e se në qyshe, çka. Kur të ka një pranë, janë ma pa gajle, ma pa obligime, ma pa detyrime, edhe njeri u ka një jetë. Ju përshëndes, zoti Goshi, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për gjë. Do të adhuroj një këngë bukur, e çfarë kiti dëshirë, besoj, në ndjek atje, do shkojmë me njëherë me një këngë, deri sot kemi... Nga marësia modhe, di, po jo, nuk i kemi dalume se po na qesin për Facebooku, po besoj që edhe kjo do të pëlqej. Po, gjithë mirë, përshëndetje, faleminderit. Të fala gjithë shokëve dhe gjuzët uaj. Kalë bukur, respekt gjithmonë. Kalë sama. Natën e kishim në profin Mal Gashi, kushërinë tem nga Heidelbergu i bukur,
E falenderoj për zemërsisht për inkuadrimin të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt. Një përshëndetje shkon edhe për poetin Qazim Azemi, duke i uruar një mbrëmje të bukur, po ashtu përshëndes edhe mikun Gjeladin Hajdarin nga Prizreni historik atje. Natashën e përshëndesim në punë, Makfire Shala e përshëndes të nderuar Makfire, uroj mirësardhje dhe çaste të bukura me Radio Vlera në vazhdim e kështu me radhë. Do të shkojmë me këtë këngë edhe do të themi në pjesën e dytë, në pjesën e fundit për ta përfunduar nga dalë emisioni. Një përshëndetje edhe për Eva Boshnjaka. Kur dola tek roni, ula me pushue,
Rikthim të nderuar dëgjues, jemi krejt fund të emisionit të sonte. Me përshëndetje edhe për Sabit Goshin dhe gjithë juve që po qëndroni bashkarisht me ne deri këto momente. Do të përshëndesim me një këngë dhe dal nga dalë do të përshëndetemi edhe me juve për sonte. Kërkoj ndjes, nuk e di pse. Kënga këtu është gati, besoj. Ata systi kam haruar, edhe pse shumë vite kaluan, edhe pse pluhuri I kam buluar, kujtimet pra nuk u shuan. Sa shumë shpejt vitet kaluan, Sa një minut për të numruar, sa hapem mbyll syt vitet shkuan. një histori, një shkuar. Përshëndetje për Sabit Goshin. Për çdo çast të jetës, e bukur, e paharuar. Sa shumë shpejt vitet kaluan, sa një minut për ta numruar. Dëgjues të nderuar, këtu po ndahemi me ju, me shpresë që keni kaluar bukur. Një përshëndetje edhe për avokatën Angelina Lala që tash është me ne. Ju uroj qoftë edhe një mbrëmje të bukur. Ne jemi duke përfunduar emisionin Kërkoj ndjes. Edhe një herë të nderuar dëgjues, ju përshëndes ngrohtësisht, duke ju falendëruar për durimin dhe gjithashtu një falënderim I madh për gjithë ata që u inkuadruan dhe dhanë mendimet e tyre rreth temës së sotme. A kanë të drejtë fëmijët të pengojnë prindërit në martesën kur ju vdes partneri? Miru dëgjofshim, natën e mirë, njerëz të mirë kudo që jemi. Miru dëgjofshim nesër brana nga ora 20. Deri atëherë qëndroni mirë, natën e mirë.